Počet sa branicom advokat Miloš Delević i akuzuri Igor Dimović. Optuženi Igor Dimović. 30.11.2024, ja? Po? Jo, këtë pipës. Ne, pita Jovana. Jovana. Po? Emri babës, Dragisha. Ime oca, Dragisha? Vasili. Prokuria speciale, Specijalno tužilaštvo, pas zhvillimit hetimeve, nakon odvijanja istrage, sigurimit provave personale dhe materiale, pribavljanja znači lični i materijalni dokaza në këtë çështje penale, u ovoj krivičnoj duke mbështetur në Stvari. dispozitat ligjore të kodit procedurës penale të Na osnovu Republikës së Kosovës, odredbe Krivičnog zakonika Republike Kosova i Kanë zakonika o ngritur krivičnom postupku, akt akus kundër të pandehurve podigli su optužnicu protiv okrivljeni Jovan Vicentijević, Jovan Vicentijević, Dragisha Vicentijević Dragisha Vicentijević dhe Igor Dimić i Igor Dimić me të dhënat e cekura si në proces verbal, podacima kao u zapisniku, sepse jer të pandehurit Jovan dhe Dragisha Vicentijević okrivljeni Jovan i Dragisha Vicentijević me datë na albanski 29/11/2024 rreth orës 18:50 në fshatin Varag, komuna e Zobrin Fotokut, në pjesën e kanalit të ndërmarrjes hidroteknike IB Lepenci, shoqëria aksionare, infrastrukturë publike e cila shërben për furnizimin me ujë të pishëm për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe për nevojat të korporatës energjetike të Kosovës, për prodhimin e energjisë elektrike, të pandehurit së bashku me disa persona tjerë ende të panjohur, pas një marrëveshje paraprake me qëllim të friksimit serioz të popullsisë së vendit dhe rrezikimit të rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, e kanë vendosur një sasi të konsiderueshme të eksplozivit që shërben për përdorim ushtarak, rreth 20 kg të llojit tritolen, në brendësi të kanalit, përmes një çante të cilin e kishin lidhur me litar në një shtyllë betoni, duke e pozicionuar në atë mënyrë që të shkaktojë dëmtim serioz të infrastrukturës kritike, furnizimit me ujë dhe me energji elektrike, ku me atë rast të pandehurit përmes ndezjes së një fitili zjarrës përcjellës me ndezje të ngadalshme e kanë aktivizuar lëndën shpërthyese, duke shkaktuar një shpërthim të fuqishëm që si pasojë është dëmtuar rënd struktura e betonit e kanalit të NH IB Lepenci, shoqëria aksionare, është ndërprerë furnizimi me ujë të pishëm për qytetarët e disa komunave veriore dhe qendrore të Kosovës, është penguar furnizimi me ujë për Kekun, si dhe kanë rrezikuar dhe prodhimin e energjisë elektrike në nivel vendi, çka me këto veprime të pandehurit kanë shkaktuar një rrezik serioz për jetën dhe sigurinë e popullsisë dhe dëmtimin e infrastrukturës kritike të shtetit, ku në këtë rast të dëmtuarës NH IB Lepenci janë shkaktuar dëm material në vlerë prej 376.774 euro e 70 cent. Me këtë të pandehurit në bashkëkryrje e kanë kryer veprën penale rrezikimi i rendit kushtetues me shkatrimin apo dëmtimin e instalimeve dhe pajisjeve publike, nga neni 122 lidhur me veprën penale kryerja e veprës terroriste, nga neni 124 paragrafi 1 dhe neni 128 paragrafi 1 nën paragrafi 1.8 lidhur me nenin 31 të kodit penal të Republikës Kosovës. Po ashtu, nga data e pacaktuar e deri me arrestimin e tyre, të pandehurin Dragisha Vicentijević me datë 30/11/2024, kurse të pandehurin Jovan Vicentijević me datë 01/12/2024, në shtëpitë e tyre, njëra në Zubin Potok dhe tjetra në fshatin Prevllak të kësaj komune, gjatë kontrolleve të bëra nga ana e Policisë Kosovës, u janë gjetur në posedim pa autorizim dhe në kundërshtim me ligjin për armët, një sasi e konsiderueshme e armatimit luftarak, si armë të llojit Kalashnikov A47, një numër të granatave të dorës BRM 75 dhe Zolla, 500 fishek 7.9 mm dhe 363 fishek të kalibrave të ndryshëm, karikaturë të shumë të armës A447 dhe pjesë të tyre, thika për armë të gjata, karikator pushke, mekanizëm për mbushjen e fishekëve të pushkës së gjuetisë MK16, pushkë gjuetie thik me këllëf, radiolidhje të shumta për përdorim ushtarak, maska, uniforma të shumta ushtarake të vendeve të ndryshme si ato të Serbisë, Rusisë dhe të shteteve tjera,
elementa dhe zësende tjera të kundërligjshme të specifikuara në urdhrat ndalues përditëtar të lëshuar nga gjykata me numrin referues PPS 6924 të datës 31/01/2025 dhe 03/03/2025, të cilat u janë sekuestruar nga Policia e Kosovës në vendin e ngjarjes. Me këtë pandehurit në bashkëkryrje e kanë kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 dhe nenin 31 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. I pandehuri Jovan Vicentjević, po ashtu nga data e pasaktuar e në vazhdimsi e deri në momentin e arrestimit të tij me datë 01/12/2024, i pandehuri Jovan Vicentjević në cilësinë e të rekrutuarit në një shërbim të huaj informativ, në këtë rast të shërbimit informativ ushtarak të Serbisë me gradën Toger, ka vepruar dhe e ka ndihmuar këtë shërbim duke mbledhur informacione dhe dokumente të klasifikuara me qëllim që të njëjtat t'i përdor gjatë aktivitetit të tij të kundërligjshëm në territorin e Kosovës dhe të njëjtat t'ua komunikoj këtij shërbimi përmes vizitave dhe takimeve që i ka realizuar në Serbi me zyrtarët e saj, e të cilat informacione dhe dokumente i ka siguruar nga aktiviteti i tij spionimit. Në kuadër të dokumentacioneve që i pandehuri i ka siguruar gjatë veprimtarisë së tij inkriminuese, janë edhe një dokument i klasifikuar si konfidencial prej 66 faqesh i përpiluar nga KFOR-i për nevojat e operacioneve të tyre në teren. Pastaj ka bërë vëzhgimin e lëvizjeve të ushtarëve amerikan të KFOR-it, ka fotografuar bazën e njësive speciale policore të Kosovës në Jasenovac, që gjendet në komunën e Zobin Potokut, e në veçanti i pandehuri me qëllim të krijimit të një narrative të dëmshme për shtetin e Kosovës në raport me bashkësinë ndërkombëtare, i njëjti përmes një dokumenti të modifikuar ka tentuar të paraqesë ekzistimin e një organizate fiktive, kinse për çlirimin e trojeve shqiptare e quajtur si Nënthojza, Komiteti Kombëtar për Lirimin dhe Mbrojtjen e Trojeve Shqiptare, duke e shoqëruar me disa fotografi të eprovëve të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, çka me këto veprime seriozisht e ka dëmtuar rendin juridik dhe sigurinë e Republikës së Kosovës, si dhe ka rrezikuar jetën e zyrtarëve dhe qytetarëve të saj, si dhe ushtarëve të KFOR-it. Me këtë, i pandehuri Jovan Vicentjević në vazhdimsi e ka kryer veprën penale spionazhi nga neni 24 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 4 dhe nenin 77 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. I pandehuri Igor Dimović, nga data e pasaktuar e deri me datë 30/11/2024, rreth orës 6:30 në fshatin Varak të Zubin Potokut, më konkretisht në shtëpinë e tij, me rastin e kontrollit nga ana e Policisë Kosovës, të pandehurit i janë gjetur në posedim, pa autorizim dhe kundërshtim me ligjin për armët, 3 karikaturë, një fishek dhe një fik dhe disa uniforma ushtarake, të cilat janë sekuestruar nga Policia e Kosovës në vendin e ngjarjes. Me këtë, i pandehuri Igor Dimović e ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim pa të autorizuar të armën nga neni 366 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës Kosovës. E kuptova këtë akuzën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Da li Kosovës. ste razumeli optužnicu specijalnog tužilaštva Republike Kosova? Da, jesam. Po? Veprat penale për cilat akuzohesh, a i kuptove? Krivična djela za koje se optužite, da li ste razumeli? Da, jesam. Po? A ki nevoj për ndonjë sharrim eventual, shtesë? Da li vam potrebno dodatno pojašnjenje? Ne, nije. Jo. Atëherë, e njën vetën fajtor për këto vepra penale për cilat akuzohesh? Da li se osjećate krivi za krivična djela za koje se optužite? Ne, Jo. Por as njëre? Za nijedno krivično djelo? ne. Jo. Ulem. U redu, sednite. Pa, E njëjta pyetje edhe për ju, Faleminderit. i akuzuar Dragisha Vicentjević. Isto važi i za vas, Dragiša A ke Vicentjević. kuptuar Isto këtë pitanje. akuzën? Da li ste razumeli optužnicu? jesam. Po? Edhe veprat penale për cilat akuzohesh? I krivična djela za koje se optužujete? Po? I nevoj për ndonjë sharrim shtesë, qoftë me Da li vam, mbrojtjen tuaj, qoftë me da li vam je potrebno gjykata dodatno, apo prokurori. dodatno pojašnjenje bilo sa branicom suda ili tužilaštva? Jo. E ndin vetën fajtor për këto vepra penale për cilat akuzohesh? Da li se osjećate krivi za krivična djela za koje se optužujete? Jo. Por as njërin. Za nijedno od krivičnih djela? Jo. Njërin. Sednite. I akuzuar Igor, Optužni Igor. e ke kuptu këtë akuzën? Da li ste razumeli optužnicu? Ju Po? akuzoni vetëm për një vepër penale. Vi se optužite samo za jedno krivično djelo. A ki nevoj për ndonjë sharrim shtesë? Da li vam Apo potrebno dodatno pojašnjenje?
Jo. Apo ndonjë konsult me mbrojtësin Idhe në konsultacije sa branjecëm? Jo. A ndin vetën fajtor? Da li se osjećate krivi? Želim da izjavim da se ne osjećam krivim za delo koje mi se stavlja na teret. Dëshiroj të deklaroj se nuk ndihem fajtor për veprën penale e cila më vihet në barë. Rregull. U redu. Folë. Atëherë, seanca e shërtimit fillestar me kaq përfundon.